رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall dhe lutem që të na jap sukses dhe detyri të shëndorë dhe punë të mira dhe pranim tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe lutem që paqja dhe bekimi i tij të jenë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Në ligjëratën e kaluar vllazëriu këto kemi marrë disa baza që kanë të bëjnë me disa definime të domosdoshme rreth shitblerjes apo kemi definuar çka është shitblerja, kur në Islam nisan konzohet që e ke shit ose që e ke ble, edhe format e marrëveshjes mes dy palëve, së bashku me kushtet e veta. Normalisht jo prej asaj kohë kur kemi marrë këtë ligjërat, kemi marrë edhe ligjërat të tjera lidhe me shitblerjen. Andaj ajo që kam thonë dersën e kaluar, dëshoj që për ta them është se në këtë fushë që po mësojmë së bashku jemi duke i vendosur bazat. Edhe nëse këto baza kuptohen drejt edhe mirë, atëherë do të jetë shumë lehtë kuptohen çdo sa që është e ndërtuar për mbi të. Prandaj definicioni i shitblerjes është shumë i rëndësishëm edhe ju përcjell vazhdimisht. Po nuk ndahet asnjëherë që të kuptojmë se kur nisan shariat është shitblerje. Sa do të mësojmë për shitblerjet e ndaluara. Do të thotë pse nuk po mësojmë për shitblerjet e lejuara, mas pari, e pastaj për ndaluara? Ase kemi thonë se esenca është çdo sa është e lejuar. Do thotë ajo që është e lejuar shumë më shumë se sa ajo që është e ndaluar. Pa e mësojmë çka është ndaluar edhe pastaj më rahat. Edhe dimë se çdo sa përveç saj është halal edhe e lejuar. Don kjo është mirësia e shariatit të Allahut subhanahu wa taala, i cili ju alon njerëzit që në çfarë do lloj forma që ata e shohin se realizohet interesi i tyre, është e lejuar që ta shfrytëzojnë atë metodë përveç se disa metodave janë interes. Mirë pa interes është i kufizuar. Për shembull, është interes për personin që shet, po nuk është interes për ata që blen. Ose është interes të atyre dyve, po nuk është interes të palës së tretë. E kështu me radhë. Andaj sot filozofia e sotshme e tregtisë ndërtohet me parimin e interesit apo. Edhe zakonisht ky interes është i kufizuar, qoftë tek pala që shet, ose qoftë tek tregu, rrallë herë është tek ai që blen, asaj është i cili në fund veç e konsumon e merr mallin e nuk ka menduar rreth formën që ka mundësi me përfitu më mirë në këtë shitblerje. Edhe nëse po them kiet parasysh interesi i tij, atëherë ky interes është shumë i kufizuar. Është brenda palëve të caktuara edhe brenda interesave të caktuara, edhe pse pastaj ky interes ka mundësi me rënu interese të tjera, qofshin këto të anëve të ndryshme, qofshin këto në llogari të fesë së njerit, qofshin këto në llogari të moralit të tij, qofshin këto në llogari të lidhjeve të tij që i ka me të tjerët e kështu me radhë. Andaj feja islame duke i vendosur bazat edhe format e tregtisë, nuk e ka për qëllim që njeriu veç të fiton. Pavarësisht se do palë. Tregtia islame nuk ndërtohet vetëm në interesin material, që të fiton ai që shet ose veç fiton ai që blen. Mirë po zgjeron këtë interes edhe më gjerësisht. Edhe në Islam domosdoshmë interesi është shumë më i gjerë edhe shumë më i thellë se sa ai material ose i përfitimit të përkohshëm. Për arsye në shariat kur duhet të përkufizohet diçka, sa është e dobishme, a është halal, a është e mirë, ka shumë aspekte që duhet përflihen aty e që pastaj në fund të japet konkludimi sa është kjo e dobishme apo nuk është kjo e dobishme.
që t'jetë dobia e përgjithshme, e jo do të thotë që a kam dobi unë, atëra është e dobishme. Nuk kam dobi unë, nuk është kjo e dobishme. Në kjo është ajo që dallon Islamin për të tjerë. Edhe kjo është ajo që e bën Islamin që të jetë ai i cili i mbron interesat e të gjithëve, edhe vetë atij që mendon se në esencë po përfiton mirë, po përfitimi i tij është shumë i kufizuar, edhe në raport me dëmin që i shkaktohet, nuk meriton që të trajtohet ose të konsiderohet as pak se është dobi. Për ashtu kur do t'i marrim shitblerët e ndaluara, do të vreni se Islami nuk e ndalon shitblerën për shkak se është shitblerje. Ose për shkak se për shembull, valla fitimi është i madh, duhet më pak me fitu se muslimani në dunja s'bën me koni dhon mas dunjas. Don kësi domthon kuptime s'ka në Islam. Don kësi shitblerje nuk ka të ndaluar për këtë shkak. Ne po do të vreni se ka shumë lloje të shitblerjeve në Islam që janë të ndaluara, që njerëz punojnë sipas tyre, mirë po për t'i kuptuar më lehtë, unë i kam në grupe, jo ti marrëm se kjo është haram, kjo është haram, kjo është haram, mirë po ti marrëm shkakun pse është haram. E që pastaj mbase shkakut ti ke mundësi me ditë, edhe këto që i flasim na, mirë po të krahasosh, të ndërtosh mbi to edhe shumë shqiptare të tjera që ndoshta s'ka mundësi me dhon fundin kur. Se sa ka mundësi njerëz me shpik metoda të shqiptlerës, edhe sa ka tradita që njerëz mbitojnë ndërtojnë shqiptlerën që na nuk i dimë. Nuk është e pamundshme që me një kurs ose qoftë me një vjet me i përmbledh të gjitha. Mirë, po sikur të thash fillim, jona është i vendosim bazat. Nëse një shitblerje, për shembull, kështu të manifestohet, është haram për këtë shkak. Ndaj Islami kur ndalon diçka e ka shkakun e vet. Nuk ndalon Allahu xhalla ala vetëm tek ashtu ose pa urtësi. Mirë, po ndalesa është për shkak një arsye. Edhe ajo arsye sipas shariatit është e mjaftueshme për me bëni sen të ndaluar. Andaj llojet e shitblerëve të ndaluara kishin pas mundësi me i nda në 6 grupe sipas shkaqeve të tyre apo. Sipas shkaqeve të tyre. Shkaku i parë, kështu po e quaj apo, ose lloji i parë i shitblerëve të ndaluara është për shkak të mashtrimit edhe ignorancës. Do të thotë ka shitblerje në Islam që është ndaluar pse ajo formë e shitblerjes përmban vetë mashtrim, për arsye është haram. Ose për shkak se ajo formë e shitblerjes në Islam përmban sipas gjykimit Islam përmban vetë padituri, ignorancë, nuk din ai çka shet, çka po shet, ose nuk din ai çka blen, çka po blen, në këtë aspekt komo të dëmtohen palët, e ndalon shariati një lloj të shitblerjes së tillë. Andaj ma në men këtë rregull. Çdo shitblerje, çdo lloj shitblerjes që në vetën e saj përmban mashtrim ose njëra nga të dy palët ose të dy palët nuk kanë informacion të mjaftueshëm për atë shkëmbim që e bëjnë, sipas shariatit, kjo formë shitblerjes ka lënë pe halal të haram. Edhe për këtë ka të shumë, sikurse për shembull një pillove të kësaj shitblerje dhe e kanë quajtur bejul ma'dum. Me shit ato çka nuk është në treg ajo apo. Pse? Se ka mashtrim këtu. Për shembull, më thon njëri, sikur se kemi sik, pa herë shembull, nga se këta çka do të marrim matutje vjen, këtë gati është zbërthim i definicionit që i kemi marrë më herët. Nuk del jashtë saj, mi po ndërton për mi të ato. Sikur se për shembull njeriu thash me shit zogun në qiell. Këtë shembull e kanë sik dietar, s'po të më dal jashtë, mund me krahasun te edhe më tepër. Nga se në nuk e di ma i zëk, për shembull që fluturon në alt, sa peshan. Apo, andaj ka një lloj paditurie, një terë informativ i pjesëleshëm që domon e pamundson që klienti ose konsumatori më përfitu tamam çu duhet për asaj. Komo se pas mashtrim çmim. Apo më thon se po tash që ato se i ka 3 kg, 1 kg kuston 5 euro, 15 euro kuston zogu që po fluturon. Kur të merr ti, e shese don nuk peshon aq. Andaj kësaj shitblerje është për vjedh mashtrimi. Për të arsye është haram, ndaluar apo. Ose forma të tjera të shitblerjes, sikur se thash i kanë thënë dietarët, me shit dikush peshë që janë ndeti. Apo. Jo do të mendzon njëra peshkun, nga se ti se kia të peshk, është nerëm është në botën e pa nuk ekziston ai për momentin. Duhet më ekzistu, pastaj me negociu për me ble ose mos me ble. Pilloj me dyta të shitblerjes të këtij lloji apo.
që llojet e shblirjes i ka ndaluar shariati për shkak të thash mungesës së informatave të mjaftueshme ose për shkak se ka mundësi të përjetët mashtrimi, thash është edhe me shit njëri ato që nuk e posedon. Për shembull, në njëri me shku me marrë një pjesë të tokës që është pronë e përgjithshme, pronë kolektive, nuk është pronë private. Apo ai nuk është e tina. Edhe ai në forma të caktuar për shembull ka mundësi me arrit me do letra me diçka me bot vetën, edhe pastaj me shit ato tokë. Nuk bën me shit, pse? Pse ato ti nuk e posedon. Ajo është për pronë përgjithshme, ajo është për shfrytëzim përgjithshëm, nuk është për shfrytëzim privat. Andaj nuk bën me shit këtë ato. Pse? Se në këtë ka mashtrim. Se të pjashet dikujt në mallën që nuk është i joti, apo e që po e fut njërin në telashe, edhe ti po largohesh për sot duke përfituar për pitin ato. Andaj ai merr parat edhe largohet, edhe kështu ka ndodhur. Ka ndodhur me banesa, ka ndodhur me toka, ka ndodhur me lloje sa. Njerëz kanë shit ato që nuk e posedojnë, e pastaj janë hasmuar njerëz që s'kan qenë as pak palë këtë problem. Edhe para ka instaluar këtë problem mes njerëzve, i ka shti parë në xhep, edhe ka ik, pastaj njerëzit hasmuar shtu kam, nga se ka ndodhur si njëri e ka shit njëjtën tokë ose njëjtën banesë ose të njëjtin kerr, ja ka shit 2-3 vetëve ato. Edhe kjo ndodh. Andaj kjo është haram e ndaluar. Nuk është ka mundësi të thonë po ne pjallon me qef, ku ka syt ose kështu për, do themi se nuk është kjo punë shefi. Apo nuk është kjo punë interesi, mirë po duhet të ndërtu në rregulla të caktuara që më qenë validi kjo shitblerje, për gjasë është haram kjo lloj shitblerje pse? Qase ti atë mall që pashet nuk e posedon. Andaj pejgamberi sa ka thonë la tabi' ma laysa indak, mos shit çka nuk është e jotja. Ajo çka nuk është e jotja, çka nuk është në pronësi komplete tonën, nuk guxon me e shit atë. Edhe kjo lloj shitblerje është ndaluar për shkak se përmban vetë mashtrim, edhe përmban vetë mungesë të informatave, qase ai që po e blen nuk po e din saktësisht se çka pret Thomas mas aty malli që ai e ka bler. Ose edhe këtu ka mundësi mu përmend edhe një formë të shitblerjes me e shit një sen që nuk dihet saktësisht çka është atë. Për shembull, ju dini se sot përdoret ato blera përmes katalogave të ndryshëm ato. Për shembull, njëri nuk e sheh kirrën, as nuk e ka provu a shkon mirë, a nuk shkon mirë, ose si e ka makinën e kështu me radhë, mirë po e ka pa në katalog këtë kerr, që ky kerr thotë un tabi, që kaç kushton ato. Don kjo formë e shitblerjes përmes katalogave apo edhe pse kjo bën pjesë në atë desin tjetër tek shitblerjet bashkohore, mirë po si shembull po të më thëj këtu se siç ka mundësi më reflektuar edhe tek shitblerjet e kësaj kohe, kjo bazë e kësaj shitblerje, nëse bëhet marrëveshja për mallin që është i prezantuar në katalog, apo edhe ai që e prezanton e din saktësisht se mallin që po e bën është i tillë. Atëherë lejohet me ble nëse edhe pala tjetër është e bindur në prezantimin e tij që ai e bën atë. Qase ju gjithmonë mund të pru këtë mallin me apo dikujt apo. Do të pa tjetër mos e vjen edhe përmes katalogave. Mi përse pala që e shet, mallin, nuk është e dikshme, nuk din saktësisht se ai ka çdo çesi apo nuk i ka, nuk e din çka ka në topta. Atëherë kjo nuk bën me shit atë. Pse? Ka se thash, jo është për vjedhje asaj një pej shkaqeve që në shërat janë të mjaftueshme që me e bënë lloj të asaj shitblerje me bë haram. E këtë rast është jo informatet e mjaftueshme ato. Sikurse për shembull me shit njëri dietarët un po i cek shembull klasik që ka cek dietarët, ka se jemi të folmi për baza. Apo s'po më dalë në dersin tjetër që ju e merrni ato me hoxhën tjetër, andaj edhe shembujt i kam selefit klasik, apo thonë që kanë bërë ata përpara, shembull që ata i kanë sill. Pra un kanë thonë dietarët e mëhershëm, nuk bën me shit qumshtin e lopës duke qenë ende në xhirin e saj. Apo do të më mjel lopën e pastaj më thonë se ç'ky është qumshi. Mi po ku e din pronari i lopës se çfarë qumshi ka në xhirin e saj? Nuk e din. Apo ai informohet për të, donse a është kualitativ apo nuk është kualitativ, a ka në smunja, nuk ka në smunja kështu më radh, masi që del qumshi atë. Nuk ka mundësi me di duke qenë ende. Pastaj nuk ka mundësi me di sa del ai qumshi, a është 1 litër apo 2 litër e kështu me radh. Andaj për shkak të mungesës së informatave që ndikojnë në saktësinë e marrëveshjes, edhe ky lloj shitblerjes bëhet i ndaluar. Andaj ka shembull shumë për këtë, thash kryesor na duhet me ditë se çdo lloj shitblerjes që ndërtohet në mashtrim ose në mungesë të informatave të mjaftueshme
Se kanë të mungon informat me informat nuk është e rëndësishme shumë që njëri të ketë informata të mjaftueshme rreth mallit që po e blen. Mi po ka disa informata që janë censore, janë bazike për me bleti mallin. Nëse çaj informat për shembull, kishte më qenë ndryshe asaj që tjetrin që se blen mallin. Apo? Andaj kjo është informat bazike, nuk është informat ansore. Nëse ka këso informata që mungojnë, atëherë padyshim se këtu e bojnë shqiplerën të ndaluar atë. Sipas shariatit. Shkaku i dytë është e bën shqiplerën e ndaluar do thotë për shkak se malli që shkëmbehet është i ndaluar. Në komo si me kon aktin ato marrëveshja në rregull, edhe njëri që e shet e posedon, nuk është e llojit parë. Ka informata të mjaftueshme, saktësisht ka zon, keq ka do nuk është e llojit parë, mi po jo këtë ato që janë llojit parë, veç ato janë haram, ka tjera. Komo si me kon e llojit parë këtë rregull, në më blesu kushti, mi po malli që shkëmbehet me kon haram. Apo për shembull me blik kër me drogë. A bën? Nuk bën. Se droga është haram, pavarësisht është e jotja është apo identiteti haram është ndaluar. Do me shit ose me ble diçka duke shkëmby mallin i cili në esencë shëndetësisht çaj mall është i ndaluar. Andaj në këtë kontekst përfshihet edhe ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se është ndaluar me shit derën, alkoolin e të tjera aftën, coftinën është harame me e shit atë. Për shembull, më thon dikush, unë po e shes coftinën pse? Po riu me ble aftën. Nuk guzam ja shit atë. Edhe pse do me ble. Edhe këtu dalëm te ajo që thamë fillim. Nuk varet gjithmonë tek shefi dy palëve aftën. Po duhet që të shikohet në interes tjetër aftën. Sigurisht tek puna e kamatos që keni mësuar, ka mos me konto dy palë të kënaqur. Ani unë e pedi çfarë po bëj, pedi çka kam, unë e pe pranoj vet. Nuk në këtë rast nuk jetja që vendos. Nuk vendos shariati është përmbi dëshirën tënde dhe përmbi vullnetin, përmbi vullnetin tënd apo. Andaj do më jashi dikujt derën është ndaluar. Rrepse pse? Se derën nuk është mall që shkëmbet, është haram. Apo nuk është alkooli mall që shkëmbet. Pasi kemi thënë pe kushtet të mëdha që duhet të shkëmbet me qenë çka? Strategjisht e liu me dyta me kon. I do bëshëm, nëse është i damshëm nuk ban. Për shembull ndon nganjëherë mallin e sens strategjisht është i lejuar. Mirë për momentin e shkëmbimit është i damshëm. Nuk ban me shit. Sigurisht për shembull njëri ti e din se është duke kërkuar një mjet me vrar dikon, allti ose pushk, apo edhe ti dini se ai më çdo kam vrar. Në sens për shembull shitja e armës është halal, nëse do njëri i ka ato domoni i ka lejen para prake për organe kompetente me shite kështu me radh, ato janë këtë që nuk kuptohen ato. Mi po me shite armë nuk ka haram. Armën si armë ato. Mi po kur bëhet haram? Bëhet haram me ashit diku që të din se ai ka me dëmtu dikon. Apo ti din që ai është i nxehtë, është don i dhunum, edhe ka mundsi me çat mia që merr prej me bë dëm dikon. Atëherë thonë për ty është haram me shite ato. Don kanjera mallin e sens është shërikësh i lejuar, me i poshtë dëmshëm. Përdorimi i tij, atëherë kjo pjesë e bën haram edhe shkëmbimin e tij apo. Prandaj domthonjë që një mall me kon halal në shariat, mu shkëmby me dy palëve, duhet çka tha me kon i lejuar shëndetësisht edhe me kon i dobishëm. Nëse është i dëmshëm, nuk bën. Nëse është i dobishëm pjesërisht, po është i lejuar i ndaluar shëndetësisht, edhe kjo është haram. Për shembull me shit alkoolin është e dobishme, pse? Se fiton njëri parë. Mirë po, është i ndaluar shëndetësisht, nuk bën me shit e kështu me radhën. Andaj në këtë lloj të shqiptarëve bën pjesë ato lloje të shqiptarëve të ndaluara, do thotë me shit më ndërtuar në shqiptarë në bazë të shkëmbimit të mallit i cili në esencë është i ndaluar. Thash, auditor kam përmendur shembull të ndryshëm për tyre me shit derën, me shit alkool, me shit cigare, me shit softina, këto janë ndaluara. Pse? Nga se shëndet e kish janë të ndaluara, haram është ato, nuk bën. Edhe me shit njëri, për shembull dytësina, diçka që është strategjisht e ndyt, apo dikush me shit apo ose sipas domthon haditheve që kanë me shit qanin është ndaluar shitja e qenëve e kështu me radhë, me shit idhuj që njerëz kanë madhur pas Allahu xhella ola është ndaluar, pse? Pse vetë idhulli është haram, është don qensisht i ndaluar, thon, ose me shit rrushën atij që ti e din sigurisht që ai ka më shndruar në alkool. E kështu me radhë, shumëta, sa don në sens ka mundësi më plotsu kushtet komplet si lirit, edhe është
do të pëlqime zypalve, edhe akti është në rregull, edhe mirë po, malli që shkëmbehet ka mos me kon haram, edhe ky e bën shpirtin të ndaluar atë. Lloji i tretë i shpirtëve është shpirtëria e ndaluar kom përshlim, rahmukallah. Do të thotë shpirtëria e cila në vetën e saj përmban kamat. Nuk ka mundësi që e para mos më qenë të lloj parë, po edhe e dyta, edhe malli që shkëmbehet me kon halal. Mirë po, forma që ata e kanë bo marrëveshjen që të paguhet malli ose të mirët malli, përmban vetën e saj kamat, edhe kjo lloj çdo shpirtëre që përmban vetën e saj kamat është haram e ndaluar. Pavarësisht çka blen njëri, edhe prej kujt blen. Nëse përmban vetën e saj kamat, është e ndaluar, qoftë kjo kamat tet edhe 1 cent. Veç 1 cent, më thon. Ka kamata është haram. Nga se në shariat kamata nuk matet me sasi, as nuk matet me përqindje, po matet me të qendrit kamat. A meriton shretikisht me pas emrin kamat, atëherë është rrepsisht ndaluar, është haram apo. Sikur se kam përmend dietar shembuj të ndryshëm të kësaj. Për shembull, me shit, e kemi thënë në ditën e kaluar, me shit borxhin me borxh. Nga se këtu ka mos për vjet kamata. Ose sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e tij, idha tabaya'tum bil 'ayna, kur shitni përmes formës saktuar të aina. Çka është aina shërat? Kjo është ndaluar, domosht është haram. Aina është me ble një mall, me ble një mall me afatizim pagesë. Pra për blen ti një kerr, për një njët edhe thush që të kerr apo mashet, për shembull, çikaq për çikaq muj. Një kerr për 5000 euro me pagu për 10 muj. Ai thot u bë po tashes. Si e blen atë mall? Si e blen? Kerrin thot çati të njëjtit. Për cilët e ka blen mallin, thot apo blen çit mall të amin ti 4000 euro me parë në dorë. Ai thot po blej. Ai e merr kerrin e vet, edhe ai që ka shit kerrin ka fituar 1000 euro, sa të kanë më armas 10 muaj e pikë njëri. Apo, se kjo ka borx 5000 e ka shit për 4000 euro. Don kjo është hile në kamat. Nuk marrin parë borx drejt për drejt. Për shembull, ami 5000 euro borx, ti kthej 6 milionë aty për 5 muaj për 6 muaj, ka se kjo kamat është shiqara apo. Mirë po, vendos diçka mes marrëveshjes së tyre apo që hile për me në kamata, sikur se bën sot plot hila. Ndryshme ato, për shembull, thot blej përmes bankës me këste 0% kamata. Nëse ti e këshyr drejt për drejt, apo këtë marrëveshje që bëhet, domosdoshmë njëra palë është e rrasë në kamat. Po mundshme. Njëra palë është, do thotë e thelluar në kamat, nuk është e mundshme që don banka të çet pa kamat. Kë nuk paramendohet. Mirë po, kështu prezantohet don tek klienti apo edhe ai mendon se 0 kamat është halal e kështu me radhë. Prandaj domthonjë që duhet që shitdera të jetë e saktë, të jetë valide, duhet që asnjë nga dy palët mos jetë në çat akt e zhytur në kamat atë. Po, ai ka mundësi pas aktë tjetër në kamatës. Mirë, po në çat në formë, në çat shitdera që na duhet me kontraktu mes ti, çatë s'ka kamat. Se nuk është kusht që ai që punon ti me të, ose ai që blen ti për ti, me kon ai këtë malli ti, me kon për shembull mos e pas kamat. Ajo është punë tina. Është haram i tina. Mirë, po është kusht që çaj mall që shkëmbet me sy dyve, çaj marrveshje që në shkull me sy dyve, çaja me kone pasë për kamatës, edhe nga pala që blen, edhe nga pala që shet. Po nuk guzon me pas kamat asaj që blen, po nuk guzon as ti me blen diçka që pagun kamata që ta shet atë. Qase duhet me kon akti i pastër nga dy anë nga kamata. Andaj çdo lloj shitblerës që përmban vetën e saj kamat është i ndaluar pavarësisht tash sa është përqindja e kësaj kamate, edhe pavarësisht se cila palë e merr përsipër pagesën e kisëve me kamat. Kush shyrët apo? Nëse akti marrveshja me dy palëve ndërtohet në çfarë lloj forme të kamatës, atëherë kjo e bën atë të shitblerës e bën haram apo. Ose sikur se për shembull njerëz thash përdorin hile të ndryshme për të kamata. E pat një formë që e ka cik, është formë klasike, ka cik përpara pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po është edhe në këtë kohë, nëse me forma të tjera apo. Don e blen një mall me se ai sikon me blet mall. Nuk është për shtim malli që blet, po është për qëllim të arrihet kamata, hilja në kamata. Don e blen një kerr thash 5000 euro e më pagu për 5 muaj. Në moment si të merr kerrin, apo se merr kerrin, i thot pastaj atij që e ka shit apo e blen për këtë kerr për 3000 euro parë në dorë. Edhe jap 3000 euro. Ky që ka shit kerrin kush ka pas parë as me ble as me shit. Apo ka bëu diçka hile, edhe e ka marrë ti 3000 euro, në moment i ka bëu 3000 euro, edhe që ato 3000 euro tani ja kthen ai 5000 mas
5 muaj. Kjo është kamat, kjo është rrepsisht e ndaluar, edhe pejgamberi më ka përmendur se kur përhapet kjo lloj shërbimi tek njerëzit, atëherë do që Allah xhallahu ka më dërgu poshtërsi në çmim mbi kokat e tyre. Andaj edhe forma tjera që i kanë sik dietarët, për shembull, sikurse me i kontraktu dy lloj shqipëris me një akt, me një marrëveshje ato. Njërin e ki për shtim me e ble, në tjetrin e ki për shtim që çka të fitojsh në para ato, të fitosh në kamat në çmimin e të paras ato. Andaj edhe kjo është e ndaluar, çdo lloj shqipëris duhet ta ketë kontratën veti. Duhet mirë mi vesh në vetë ato. Për shembull, i ki me ble një gotë, edhe ki me ble një fletore. Apo edhe thosh, për si fletore, çdo dy apo do mi ble, edhe thot për shembull, ani u bë çit gotë ma pagu më njëre, e këto mirë vesh dikur, e kështu me radh, kjo dy ka mundësi ti përvitet kamata apo. Duhet më një çit gotë po ta ble me parë në dorë, apo u bë largo gotën. E këto fletoren çu shpjegojmë tash, ja problemi që do çdo akt me kon i ndam në veti, për me kon e sak se sllallaj i shiblerës apo. E dy lloj shiblerë nuk bën të jenë brenda një marrëveshje apo. Edhe për çfarë arsye? Thash se për shkak të mundësisë që të përvidhet deri tek ai lloj shiblerës përvidhet kamata apo. Andaj është i ndaluar. Tjetër formë e shiblerës e cila është ndaluar është një formë e cila është ndaluar për shkak të dëmit edhe të mashtrimit. Çka nuk kupton kjo? Ka shumë lloje shiblerës në këtë formë që dietarët i kanë ndaluar. Do çdo lloj shiblerës i cili e dëmton njërin nga dy palët është i ndaluar. Çdo lloj shiblerës i cili gjatë të cilit keq përdoret mendje lehtësia e njërin nga të dy palët bëhet haram atë. Edhe pse ai me çeve ka shit, nuk bën. Kadia urdhon me akthy mallin. Nga se është njëri i mashtruar atë. Si ka ndërsinë e shariatit atë. Që mbron njërin kur nuk din ai as vetë ti më mbrojtë. Një pikë një lloje të shiblerës e kanë përmend dietarët e quhet beju nejesh atë. Do nejesh çka i bën? Për shembull, tregtari e bën një grup njerëz, zakonisht që ndodh në raste licitacioneve të ndryshme ato. Për shembull, kur bën oferta, top ankande të ndryshme ku shitet malli, për shembull kush po jap më tepër ato. Kjo formë shiblerës o don me kushte vetë është e lejuar. Ka mundësi që të jetë e ndaluar varësisht për përcimit të kushteve, nuk është kjo tema jon tash ato. Kryesora nëse në këtë formë shitet, atë detektori çka bën? Për shembull, thot i merr një 4-5 vet, edhe i thot ju rrit në çmimin ato. Apo rrit në çmimin. Ata se kanë të bëjë. Mi po që të mashtrohet dikush tjetër, edhe të merr çmimin e mramti. Çmimi më të lartë. Me marr ato. Ose kjo ndodhet edhe në treg të tjerë ato për shembull. Bën 2-3 vet, apo thot ti pi jap 2000, atë kimi kap 2500 spjallë ato. Ai rran. Ato non sa i sekon një domon me ai që jap 2500 euro nuk kanë me blet këra ato. Kjo është ndaluar pse? Nga se dëmtohet pala e tretë që nuk din çka ka bëu ato. Andaj për mbrojtje atë palën për shkak se nuk din, haram bëhet shërbim në këtë rast. Ai që e shet kerrin këtë mënyrë e ka ndaluar. Ai që shet telefon, ai që shet pantolla, ai që çka do të shet në këtë formë? Duke e ditë se e ka shih këtë mall duke u bazuar në mendje lehtësinë e klientit e konsumatorit, edhe në dëmtimin e tij bëhet haram ajo para që e ka marrë piti atë. Edhe kundërta. Pra dikush e ka një mall po nuk di sa vlen. Apo edhe thot valla unë e kam çit kër me shit apo. Edhe dikush sa më thot ai shkruajmë te mjeshtri, sa ta vlerëson ai na unë ta do kirna. Edhe shkojmë te mjeshtri, edhe mjeshtri për shembull ja merr mendja apo thash disa bën nga ignoranca, disa bën nga epshi. Edhe thot, mos i pon vet, përgjigje bën 500 euro për shembull. S'ka pa para kurrë. Edhe thot ti ndash me leçit kër, çu i keri bën për shembull 3000 euro, edhe merre më herë, mos gabon më shumë se është lirë shumë nuk e gjon kështu, edhe një normal i beson mjeshtrit, se keri mirë, ken rregull, mjeshtri din këtë punë, edhe keq përdor mjeshtri ignorancën e këtij, edhe blen kirin 3000 euro, pastaj 2500 euro japet pronarit, 500 i merr mjeshtri, çto 500 i ka haram mjeshtri, i ka 2500 haram, i ka ai që i ka marr, ka se kanë mashtruar klientin e dytë. Po, me kon që është kështu thot mjeshtri apo. Thot ky kër bën 2500, unë do ha kontam se kum fol, se kum kshyr 200 euro, 2700 euro bën. Ai e din klienti që e blen. Si këti e ka 2500, e këti e ka 200, këtë rregull është. Se është nuk është ndodhur në
keqpërdrim, as të mashtrim, as nuk është e ndërtuar në mendenecin atij që po blen, s'po din. Këtë rast po, mirë po, më marrësh dy palë për ta dëmtuar palën e tretë, që ata të përfitojnë, ky lloj tregimi është haram. Pse thamë është haram? Nga se ka një palë që këtu dëmtohet apo. Pavarësisht ai që shet ose ai që blen dëmtohet, për ta syje e bën të ndaluar këtë lloj të shitblerës. Edhe në këtë dietar kanë përmendur lloje të ndryshme të shitblerës, sikurse un po flas përsëri, po flas në format klasike, sa dietar i kanë ndërtuar pasaj gjitha format të bashkëkohore të shitblerës. Për shembull, përpara ka hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, neha nebiu sallallahu alajhi wasallam an talaqi ar-rukban, ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në takimin e dy grupeve. Është dy kushtot që mund ta ku dy grupe, çka ky kuptim apo hadith. Ky hadith ka kuptimin që përpara njerëz kanë ardhur për shkëtinave të thella, me shit mall në tyre brenda në qytet. Edhe tregtarët e pandershëm kanë shkuar në fillim qytetit atje. Edhe i kanë thonë sa vjen ti në treg atje. Ai treg nuk ka për ty, ti s'din aty me shit. Aty ka njerëz eksperta, ka njerëz domon shumë çkatave. Ti e ke mallin e mirë, po nuk shit të vëllama. Ki mu lodha ti, ki mu bosh mezime, edhe ki mu kthi pa shit mallin atë. Shit në një mallin që top, që ta ashtim ose gadheq, çe parat, edhe e ki sigurt atë. Edhe ai nuk din. Mendon se ç'është? Edhe e shet mall. Do të ndryshon me mashtrim, se po mashtrohet ai. Edhe marrin këta tregtarët e pandershëm, pa moralshëm, mallin e tij, edhe nga sa ata e dinë se tregën e tyre kushtet, shit të bëhet dy fishë mall mashtret atë. Në kjo është ndaluar. Çfarë do i formë ti atë këtu? Qoftë asaj forme klasike apo qoftë në formë bashkëkohore sot apo? Në njëri për shembull se ka mall, po nuk din çmimin e tregut, nuk e din çmimin faktik, real të tregut, edhe me shku dikush për shembull, ai që do më shit shtëpinë, me shku ata që mirën me patundëshmëri apo thonë me thonë që ti badjoj më këtos nuk shitet kështu me radh, edhe ja marr me çmim çfarë do koft, ky lloj mashtrimit e bën haram atë lloj të shitblerës, nga se dëmtohet në aplikime të palave. Për shembull, asnjë në shariati, se çfarë sa është i mëshirshëm subhanallahu. Do çfarë theja ato, do të çka e mbron interesin e përgjithshëm të njerëzve, edhe individual të atyre, edhe në ato raste sikur të thash kur ata nuk janë të mundshëm edhe të aftë me mbrojtje këtë interes ato. Madje, nëse ndodh mund të shku marrveshja. Për shembull, se do ta cekim pak më gjithë matutja apo. Nëse dikush e ka shit një kerr. Mirë, po atë kerr e ka shit shumë lirë krahasim me çmimin që i merron ai kerr. Ka se s'ka ditë, është mashtruar. Atëra sipas ligjit islam e pa ditë këndirin gjyq, edhe kadia urdhnon që më ia kthy kerrin këtij njeri nga se s'ka pasur në formë blerë. Don gjykatës islam e anulon marrveshjen edhe i kthen palët në gjendjen e mëparshme para marrveshjes. Don gjithkush me mallin që e ka pas. E pastaj i thot atij që e ka bli. Para se më ia marr mallin, i thot, "Çi ky mall kushton çikaq?" Pse? Nga se ekspertët e kësaj kanë vlerësuar çikaq. Nuk ka mëse thonë, "Jo, ne ja do çikaq." Nuk vjen kjo pite. Don shariati islam i vlerëson ekspert, e vlerëson detyrin. Nëse eksperti lanë saktuar me vlerëson se çi kjo është shtot, atëherë mirë vendimi i tij, nuk mirë mendimi i palës tjetër atë. Don duhet me pas komisione, të cilët do të thotë çka, janë eksperta për vlerësimin e çfarë do lëlamia atë. Edhe ai vlerëson se ky kerr ti e ke bler 2500 euro, ky kerr në esencë kushton 4000 euro. Nuk ski mundsi, eksperti din këtë punë. Mirë se din këtë punë. Nuk i mundsi me bler këtë mall në 4000 euro, pa mundësmërt. Nga sa ai din tregjet, i din çmimet, i din vlerëtat, i din materialet, i din këtë punë. Atëri i thuhet blerësit të parë, blerësa që ka bler kerrin. I thuhet, "A pikson në 1500 euro? Kerri është jote. Ti je ma hakliu me blerëti. Se ti e hi në rreshje me të mas parë. 4000 euro. Nuk po të më jashtë 1500 euro, që 2500 euro. Ktheja njerëz këra. Nga se ke dëmtu, nuk bën më dëmtu. Shariat thot pejgamberi la darara wala dirar. Nuk ka dëmtim dikujt. Zguzon me dëmtu kur kush kërkonin, mi po dhaj që është i dëmtuar, nuk guxon me kthi dëmin me dëm. Kjo është një prej 5 rregullave shtyllave që mbi to ndërtohet shariati islam. S'ka dëm, nuk guxon kur kush më dëmtu. Kush do qoftaj? Çfarë do të jetë feja e tij? Çfarë do të jetë ngjyra e tij? Çfarë do të jetë përkatësia nacionale e tij? E kështu me radhë, kush do qoftaj? Nuk guxon të keq përdoret. Çfarë do lloj shkaku për mashtrimin e atij personi? Për shembull, më thon këtë mall peshesh, ky mall është 10 euro zakonisht, mirë po,
vjen në tjetër nacionalitet, nuk ka shqiptar, ose nuk ka musliman. Thosh, çfarë këtu se këta janë muslimanë, apo ble shtetë tregtar haram është apo. Muslimani nuk rran, as nuk marson. E shet mallin sa është apo. Nëse çdo marrëveshje thashë ndërtohet në mashtrime, edhe në dëmtim të palës, sa do qoftë e palë, kjo e bën haram, shirbian. E këto është janë të lloj-llojshme apo. Thash, e ceka një bëju nëgjesh që të mbledhen tregtari me disa grupe thotë rritë çmimin për kët, ose me shit në atë formë që me kallëzu se në treg është çikash e kështu me radhë, ose e kanë thënë dietar për shembull me shit njëri ose me ble njëri për mbi blerën ose shitin e mallit të vllahut vetëm. Kjo është haram, që dëmtohet vllahut musliman. Për shembull, një musliman është ka shet një mall të saktuar, edhe ka hyrë në kontratë me ata. Ai ka hyrë në kontratë me ata. Është të e ble ato, tash më çu dikush më thon ka dal, apo do më ble për meja, apo unë tash edhe mali se çka çapo. Nuk bën. Do të më lënë që ata njerë muda, kur dan ata, shën marrë vesh spodon, pas aty vëllam se ble për ti çonë tash as malin dash. Mi po kur të ndahen, mi po ai nuk guxon me hyn marrveshje duke qenë ata ende negociata ato. Është ndaluar apo. Nuk bën me u fut në negociata, ku ata janë ende duke negociuar. Do të më pritë që të largohet pala negociuese e pastaj të futesh në marrë. Pse? Dëmtimi. Dëmtohet muslimani edhe futet të rreta mes muslimanëve. Ose më që futet rreta, nuk guxon me hije. Shikoni se sa e pastër është tregtia e Islamit subhanallahu. Nuk lejon kështu lloj mashtrimesh, kështu lloj dëmtimesh që ndodhen në mesin e njerëzve. Ose çimdirja duke është haram e ndaluar me shit diçka duke mos e tregu komplet mangësi që i ka malli që përshet jashtë. Një malli ka një mangësi caktuar, edhe mangësin ndikon në cilëtetin e mallit, ndikon në funksionalitetin e tij, ndikon në përfitimin prej tij, e kështu me radhë, edhe ti nuk e tregon këtë dobësi atë. Edhe kur të dugosh, sikurse do thotë ndodh edhe mos se kthen. Po, me konë që njeri ka argumente se ja ka shit mirë, në rregull e ka shit, e pastaj dëmtimi ka arë pasi që po marrësha, ka të tërpunë. Po nuk guxon me shit diçka pa tregu se çfarë dobësi ka. Çto dobësi ka, dash me ble. Ai ka ble me dëshirë të vet. Apo se kanë kanë mos i më koni se një dëmtum në aspekt, i pa i kthyr aspekte të tjera. Thotë ky dëmtim mua nuk kum dëmton. Edhe e blen. Pra sigurisht se mirë se që blen kerën e presht. Ai rrezet është dëmtum, i presht, po mirë është i krym punë. Pse? Sa e rregullon ri paran edhe shet, pastaj të rregullum. Ose çka do qoftë tjetër. I pa e ditë kët. Dëmtim pa e ditë kët. Domthon tmet që ka ky mall nuk bën. Gjithashtu është ndaluar me shit një mall ose me vendos kontratë të shitblerës me një palë e cila i lufton musliman ose i dëmton ata apëtën. Pra nëse dihet me një vend se një shtet i caktuar ose një ushtri i caktuar i lufton musliman në atë vend, atë nuk bën musliman me qil dyqan afër asaj ushtrie që ata me ble aty mall taj. Ndaluar është. Pse? Se ti po i ndihmon me kët qëndrimit të tyre ata tek musliman. Do të thotë dëmtim nuk bën. Pra sigurisht tash në përso vende që vende muslimanë të okupuar. Apo edhe thashë dikush më shku për shembull, sigurisht ndodhi puna në Gaza që e sulmoi Izraeli, Gazën apo, edhe okupoi edhe sulmoi edhe ishte sulm, domthonjë që gjithë njerëzit e mëshëm, gjithë njerëzit e lidhur të kësaj bote e denuan këtë akt edhe e vlerësuan se është lloj okupimi. E tash më shku dikush aty, ushtria ka qenë lloguruar, normalisht afër, aty kur ushtria lloguruar s'ka aty supermarketa, normalisht ato nuk llogurohen në kësaj vende. E më shku dikush kësaj ushtrie që vranë pren musliman, më shku mi ushit edhe buk mi marru nuk bën. Edhe ujë mi ushit nuk bën. Kur që ndaluar është rrepsisht. Pse? Si ndihmohet armiqve të Islamit kundër vllazëve të tij kundër Islamit. Prandaj kjo është rrepsisht e ndaluar. Thash për çfarë arsye? Nga se ka këtu palë të dëmtuar. Bile këtë rast është pala më e dëmtuar Islamit edhe musliman, andaj nuk bën, nuk është e lejuar. Tham domosdoshmë të shpjegoj që është haram për shkak se ndërtohet në mashtrim edhe në dëmtim. Dëmtohet nga palëve, atë sa herë ka dëmtim, ka haram. Çka rregull? Sa herë ka mashtrim, ka dëmtim. Ka edhe është haram. Çfarë do kofta? Njëri din kur është nisën mashtrim apo. Sa herë të din se këto po mashtrohet dikush ose po dëmtohet dikush, dije se është haram ajo forma e përfitimit që rrjedh prej saj.
Edhe këtë fundi që ka shumë rëndësi, do thotë që se njeri me kontributin e tij, me mallin e tij, i kontribon një palë që dëmton Islamin ose i vran musliman, haram është me shit apo. Edhe pse po kia e tira malli, edhe halalla çka shet, mirë po për shkak se shkon durt aty që forcohen për me dëmtu musliman, është ndaluar me voksi lloj shitblerë. Haram është ato. Ai duhet të jemi të kujdesshëm këtë pikave. Edhe lloji i pestë i shitblerë të ndaluara është për shkak se malli që shkëmbet ndikon në largimin e njerëzve nga adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Po të haram. Kjo s'ka është nësni ligj të ekonomisë, a nësni ligj çfarë do kuptoj për në Islam. Do të jetë haram shitblerja, pse ajo formë shitblerjes e pengon njërin që tjetër robi Allahut azza wa jalla. Ti nështrohet unave të Allahut subhanahu wa taala, bëhet haram me shitblerja. Për shembull, me shit në kohën namaz xhumas. Apo këtë komo si me kon rregull. Këtë është haram. Mirë, po ajo kur ti shet të pengon për me kon xhuma, haram bëhet atë. Se në këtë rast do të me kon njërin në xhami, jo në treg atë. Andaj Allahu xhalla wala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a fas'au ila dhikrillah wa dharu al-bay'." Ojo që keni besuar, kur thirret për namaz në xhumas, do të thirr ezani i xhumas, fas'au ila dhikrillah. Shpejtoni, ti përgjigjeni thirrjes së Allahut azza wa jall, wa dharu al-bay', edhe lani tregtin. Lani automatikisht tregtin. Njerëz këtu bojnë hile. Ai vetë ndodh që shkon xhumo. Mi po e lën një gru. Atë gruaja se ka bërë xhumon. Sa i, gruaja se ka bërë xhumon. Mi po ai që vjen me ble ka bërë xhumon. Ti keni mua atë që me konte ti mos me kon xhumon. Se me kon që për shembull veç grad blen atko, sprish punë. Ose tregtia në rast është haram për ato që ka bërë xhumon, jo ato që ka bërë xhumon. Apo nëse grad në kone, për shembull, në kone xhumas, gruaja ishte diçka grus. Halal është. Shitblerja është në rregull. Haram është, domthonjë çka? Shitblerja për personat, qoftë me shit, qoftë me ble, për personat të cilët e kanë bërë me fal namaz në xhumas. Andaj nuk bën as me shit atij që ka bërë xhuman, as nuk bën me blepi atij që ka bërë xhumas në kohën e xhumas. Pse? Gas na kemi thonë do të vjen lloji i 6, na kemi thonë se pe kushteve të lidhjes së marrëveshjes mirëfill të lejuar me shariat është edhe dy palë me kon rregull. Apo? Nuk kemi thonë e para me kon dy palë rregull me kushte veta. E dyta me kon malli kontraktues që shkëmbet me kon rregull, edhe e treta me kon forma që bëhet oferta dhe bëhet pranimi me kon në rregull. Në këtë rast për shembull, ai që e shet mallin në atë moment kur e ka përbashkë me kon xhuma, ai e ka të ndaluar me shit. Ai nuk është domthon i autorizuar me shit. Ai ka të kalu kufin e vetë. Andaj ai që ja blen i ka ndihmuar këtë kalim atë. Allahu xhelal na ka thonë wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa. Ndihmoni punë mira, mos i mëni në gjinoha atë. Në çdo ndihmë që ndihmon diku në vojëna është e ndaluar atë. Andaj unë këshilloj vëllai që kanë dyqane ose punojnë treg ose ku do qoftë atë, ti ikin kësa hile atë. E mbyll dyqanin vëlla, pavarësisht se kanë kelinat atë. Pse? Nga se ti ki mundësi më ndikon se ka bërë xhumon, me ka mundësi masi më umur dyqanin me ata që kanë bërë xhumon atë. Andaj unë preferoj atë i them që mbyllë vëllai, nga se me kënd mbyllje i ka arrit shumë mira. Një pyetje e ke ik dyshimet, minimumi kësaj çka është atë. E para, e dyta e ke ngrit simbolin e Islamit nalt, duke treguar se në këtë vakt s'është vakti me ble. E çoni ju ka thotë që kam shël dyqanin tëm. Ka sa musliman duhet me kone praktik, për me treguar njerëzve se feja jonë është ajo cila e ka ndaluar këtë, edhe mu krenu me këtë ndalesë, e jo me kërkuhile me shku shef xhumo e me pa tjetër që kjo xhumo po punojnë, s'ka probleme kështu me radhë. Na duhet që bre ato përmes ato që posedojmë. Na nuk posedojmë shumë. Nuk kanë mundësi të mëdha që të diktojmë rregullat e jetës tek njerëzit ato. Nuk kemi mundësi që na me ndonjë fuqi të caktuar, me ndonjë organizim polici caktuar me të mbyllim dyqanet, siç ndodh në vende ndryshme. Në botën arabe, në Arabinë Saudite për shembull, gjojnë për xhumo. Mirë po, për çdo namaz e kanë obligim me mbyll dyqanin, nga se duhet me kon xhamin atë vakt ato, jo me shit. Kryesorja, na skema si fuqie. Mi pa këna fuqi që dyqanin tonë me atë qesin po. Këtë ak bëre spaku, çita unë më bëvë. Edhe me qita të më të madhe, gjindemi në namazin e xhumos. Që ti kush vjen, më thon çora pse. Ai e din automatikisht se ai është zot me kon xhumo. Unë jam i bindur se ai që e sheh këtë letër këtu, edhe është dirë mshin, spaku diçka ka me kriju ta në brenda. Nuk e lën bash indiferent tek ashtu më kthyave.
S'po ke ngacmon të mënesh me di se a pëshë, edhe unë kum gabu, edhe unë këna duf me kon atje. Atë kjo është lloj daveti atë. Ku e din ndoshta dikush nis me fal xhumon për shkak të asaj letre atë. E ti ki sevapin tën atë. Pa do të thotë që duhet jemi të kujdesshëm këtë aspekt që të kontribuojmë davetit islam me gjitha aspektet e mundshme. Andaj lloji të këtij është ndalun për shkak se ai lloj i shiblerës do të thotë i pengon njerëz për adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. E këtu hyn edhe meshit mjetet muzikore atë, meshit gitare, meshit violina, meshit harmonika, haram. Pse? Nga se muzika është e ndaluar. Edhe Allahu xhalla wala kur ka përmendur se muzika është ndaluar, ka thonë: "Wa min an-nasi man yashtari lahu al-hadithi li yudilla bihi an sabilillah." Ka për njerëz që shesin e blejnë fjalë të kota. Ibn Mesudi ka zbetu 3 herë në Allahun xhalla wala, ka mbetuar në Allahun e Madh se ky ajet në surën Luqman ka pas në muzikën atë. Kjo është komenti i Ibn Mesudit radiallahu anhu se komenti në këtë rast shitja e fjalëve të kota e sen që s'bojnë dobi është shitja e muzikës atë. Sikur sa për shembull shkon kënan fjalë pa lidhje, në skur fa kuptimi s'ka, edhe 10 euro bileta me hija. E çka ka paguaj kur çesh? Çi kjo lehu el hadith. Çi kjo është fjalë të kota. Çka ka Allahu xherë? Se me pagu për shembull, mat një kurs matematik, gjeografi që të koft. 500 euro me hi. Halal është paguje 5 euro, shkojmë sa, se kur dish kem su diçka. Apo, i po shkon njëri kurse më smengu, sen smur vesh atë. Edhe 10 euro, 20 euro pagu biletën, kjo është vallahi lehu el hadith. Që kjo është Allahu që i ka thonë fjalë boshe. Kota, s'kan kur far baze të përfitimit tek njerëzit. Andaj në këtë hyn edhe asumeti muzikor. Pse? Se nëse prodhohet diçka, çfarë do bie kuaj që don në shet gitarën. Përmes saj edhe ndikoj që njerëzit largohen nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Nga se vallahi nuk është përvjedh muzika në zemrën e dikujt e që zbashku me to nuk ka hi edhe ligshtimi i festia dhe dyftësia. Kjo është domthon vlerësimi këtë ulemave të selefit atë. Kështu ka thënë Imam Maliku, kështu ka thënë Imam Abu Hanifja, kështu ka thënë Imam Ahmedi, Imam Shafiu, këtë ulema të mëdha atë. Bile ulemat më strikt në ndalimin e muzikës janë ulemat e mëdhëbit Hanifia atë. Ata që thirrën në emër të tradicionales, ata që thirrën në emër të islamit autokton, islamit Hanefi apo ata duhet me kon më të larguar nga muzika atë. Nga se mëdhëbi i cili është më rigoroz në ndalimin e muzikës është mëdhëbi e Abu Hanifës atë. Sa që Ebu Jusufi, njëri nga nxënësit e afërt e Abu Hanifës, nxënësi më i afërt, edhe njëri nga domthon përhapësit më të njohur mëdhëbi e Hanefi, ka qenë Ebu Jusufi. Ai thotë, nëse ndëgjon muzikë me një shtëpi, jo të mengu, kjo është shprehje. Thotë nëse ndëgjon muzikë me një shtëpi, të lejohet me në shtëpi pa lemë u ndal muzikën atë. Do me në shtëpi, bëj kjo ka gruz bulume, bëj kjo ka burri me grun aty duke, apo gjithçka ka mos më pas. Ai keni kanë lu këto. Nuk ke këto, nuk mirën parasysh, nga se muzika është sherrri më i madh atë. Që thotë Ebu Jusufi atë. Çta janë Hanefit? Andaj domthon, ku janë Hanefit për këto Hanefive subhanallahu. Prandaj është ndaluar rrepsisht, kjo s'ka lidhje do të thotë çka? S'ka lidhje me muzika me mëdhëbe. Sigurisht se plotësi kanë përzim me mëdhëbe. Apo na këta do më na dal që mëdhëbe të jenë sigurisht me kon fe tjetër. Unë mund kujtohet kur ishim në medrese, disa i thëshim kanë se kjo punë është haram është kjo. Jo muzika, po ai është haram me këtë mëdhëbet e mundshme ndin që janë haram është ajo puna. Se kjo është haram te Shafit. Don kur ne kemi kallzu që unë kam halal, unë jam Hanefi, do në udhë bla në çmim mëdhëbet në vitin në shkollë. Shkelje, përdhosja. Don keç ka halal, keç ka me hapsh, keç ka me kojtje është Hanefi. Keç ka me shtrëngim, keç ka me kufizim është e mëdhëbet të tjera. Kjo në çmim, kjo është përbuzje, kjo është fyrja më e madhe që është bëu Bani Fes. Andaj ata e finë Bani, jo ata që thonë se Bani e ka përdorur në atë daif, na e përmarrim Ahmedi se ka përdorur sahih. Kjo është me çmuë Bani, nuk ka në çmim. Në çmim e Bani është ai që në këtë formë e përdhos edhe e shkel mëdhëbin e Banivës duke gënjy, thjesht duke gënjy për të, edhe duke i ngjit atë fjalë që ai kurrë as i ka thonë, madje i ka luftuar gjatë 30 fjalë të tilla. Andaj do të më thënë sahih, na jemi me mëdhëbin e Banivës, edhe me mëdhëbin e Shafiut, e Malikut, nga se mëdhëbi dy ka që kush mëdhëbi Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Çfarë mëdhëbi i kërkuam atë? Ai shitja këtyre mjeteve apo tek muzika, jo është ndaluar rrepsisht, haram me shit. Ai që fiton përmes mjeteve muzikore ka fituar haram. Sikur se me shit alkool, sikur se me shit me zderrët, njëjtë sikur se me shit mjetet muzikore. Është ndaluar atë. Ai që domon e ka ndonjë mjet muzikore të shtëpia duhet me e thy
nëse pendu pi saj, nuk lejohet shitja e tij apo. Pse? Nga se me kësit e ti ke mundsu dikujt të largohet nga rruga Allah xhalla wala ose të harron Allah subhanahu wa taala. Ibn Qayyim thot apo nuk bashkohet në zemrën e njerit hubbu el-ghina wa hubbu ar-rahmani. Apo nuk ka mundsi mu bashku me dash Allahun edhe me dash muzikën me në zemrën e pamundshme apo. Nuk bashkohen të dyja apo. Nga se ose ki me dash ato që po kënohet në kong ose ki me dash Allahun xhalla wala. Nuk ka mundsi të dyja me dash apo. Nga se kanë dikon apo. Për arsye është ndaluar nga se largon njërin nga përmendja e Allahut subhanahu wa taala, andaj është e ndaluar ose me shit libra, me shit gazeta, me shit çka do qoftë që ka në veti fotografi don telefonat ndyta kështu më radh, nga sa ato i pengon njerën nga rruga Allahu xhalla wa ala, ose me shit edhe kaseta ose libra që nuk ka fotografi të topta, mirë për mbajtje aty është për mbajtje devijuese. Ka libra që kanë devijimin ton. Libra që promovojnë besim të shtrëmt, devijum, jo besimin e Ahlusunnetit ul Jamaa, ose promovojnë kuptime të caktuara të fesë, devijume, ose filozofi të kufrit, që përmban vetë kufër, e shirk, e devijim, haram më ato libra ato, edhe ato kaseta, ato keq ka kanë këtë, është ndaluar. Për çfarë arsye? Ka se besimtari nuk fiton llogaritë të fesë të tij ato. Sikur disa dietar të më bëran me të vërtetë në dobi, çunë kompletu pisojnë këtë aspekt, që u bërtë edhe ju apo. Thekë një dietar e bashkëkohor sot, dhe ki fatkeqësia më e madhe që ka ndodhur në kohën kur është pikturu mizoresht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk është pse është pikturu që është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Na këtë e kena pa se është pikturu në këtë formë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kanë vëlluar zemrat e besimtarëve që kanë bëu që po prapa devijimi, po nënçmuan, po përbuzën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ajo është e keqe. Mi po kur e sheh pikut ka buru, nuk çuditesh apo. Sa to që ka bëu Abu Leib është mezi, sa që ka pikturuar. Ato që ka bëu Abu Jahli, në pejgamberi edhe vetë ka pasë e ka përjetuar në çmim të tillë apo. Nuk ka qenë për të, nuk ka diçka e re për të apo. Mi po më e keqja ka ndodhur çellavë. Se musliman është dëshmuar se hajnë me nderën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Qysh hajnë me nderën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Për shembull sa është kërku apo thonë që nëse është pikturu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një shteti apo në një banor të një shteti, edhe ai shtet nuk merr masat e duhura ndaj atij njeri për ta pranuar këtë keqje, duhet me bojkotuar shet komplet. Me bojkotu. Ose pas ditës spak më kurrë me ta. Apo edhe sa herë do të thotë ka ndodhur që as nuk e bojkotu as pe shteteve, as pe individëve, as pe kërkuta apo don s'ka qenë gjendje kurrë me bë për ose bërtimës, ofshamës, protestave e kështu me radhë në lidhje me mbrojtjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do çka aty po nënçmuan nderi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe njerëz të hajnë me këtë nder. Pse? Se lëshata nga se fitimi është më i madh atë. Ka fitim këtë punë, po më qet më mirë atë. Në vëllai dosh një libër. Nëse ki fitim të atë. Nëse një CD ti ki fitim të sahi. Nëse një çka do ki fitim ti pisa atë. Mi përse na e libra atë njerëz nuk e njohin rrugën e Allahut xhallahu ala. Ne devinojmë besoj. Nuk njohin në legjë të Allahut kozmologjik, libër shkencor, libër diçka që ka ka. Ose njerëz në kaset, ose çka do kofta atë. Atë çka do në fitimi në kıyamet. Kur do të rreshtohet ai njeri subhanallahu në radhë e armëjve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në radhë e armëjve të Allahut subhanahu wa taala. Çka vjen pasunia? Wallahi miliardë të dunjas më dhon, nuk i kryen punë për Allahut subhanahu wa taala. Pastaj nuk duhet më menuvesh në fitim apo. Nuk duhet më menuvesh në ato se po më qet mirë apo. Po duhet më menuvesh se me këtë bën çka më duke bëun atë. Pastaj kjo është ndaluar, nëse thash i pengon njerëz nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Tjetra e fundit shqiptire të ndaluara për shkak të mos plotësimit të kushtit nga njëri për dy palë. Mos aftësisë për të shit. Do njëra për dy palë është shëratikisht i pa aftë për me shit. Si mbas shariatit ai njeri nuk është i aftë me shit ato. Andaj shqiptirja edhe vendimi i kontaktës me të është i ndaluar. Për shembull me fëmijën sikur se kemi thënë. Sa herë ka ndodhur, do të thonë që një njeri e ka një pasurinë në shtëpi, edhe fëmiu nuk ka vetë 2 vjeç ato. Edhe 10 vjeç, edhe 12 vjeç fëmijë ende ato. Edhe ka pas më dalë me shok dikon, ose kanë pas në
takim caktuar ose ka pasur në interes caktuar, edhe ka marrë ka shit arin e nonës në dyqan atje ato. Sa ka njerëz ato të tillë që në dyqanet e arit e kanë keq përdor, apo këtë shitje fëmijës dhe kanë blemë arin me shpirt më të lirë të mëshme, atë ka ai më ka shit ato. Ose në mall caktuar tjetër ato, në pasuri të babas tij që ka pas e ka shit, edhe njerëz e kanë përdorë kanë marrë, pse se me qef ose ka marrë me dhunë ato. S'ka me qef. Se e shes se fëmia po shet gjëra, cilat nuk i përkasin moshës ti me shit. Po, ta kemi thënë me ble fara për fëmijës në rrugë nuk prish punë. Sa në sens nuk ka diçka në dëmtim në tabla. E po ti po shef fëmijën e vogël, 10 vjet, 11 vjet, 6 vjet, sa të që i kapën, nuk është moshë të pjekurisë, është fëmijë është e ende. Po shet gjëra të vlefshme, që në sens afton një ti nuk shet çashtu apo. Nuk ndodh në fëmijë me shit domon gjëra të tilla. Atë kjo është sinjal i mjaftueshëm për të më kuptuar se nuk bën me shit nga se ky njeri nuk është i aftë me nënshkruar marrëveshje me ty për këtë mall që të shkëmbet me çuve dy vapta. Nëse jo po shkëmben i mall me zvete. Ai që po e shkëmben mallin nuk është ja për çet mall atë. Po me kund diçka më tjetër po. Që për çet mall nuk është ja me shkëmbim atë. Dhe nuk bën me bler atë. Nuk bën me bler është haram e ndaluar. Ose me bler për njëri çmend apo. Dihet që njëri është psikikisht i smut atë. Apo ose ka momente këtu kur ai smulja ti don për shembull e gërsohet edhe e rrokin ato don sulmet pak më agresiv më të mëdha apo edhe në moment ai nuk din çka bën edhe me kët hyn njëri dehun apo një që është i pit nuk bën me lipiti apo derisa çpihet se s'ka vetë dije nuk bën me keq përdor hallin e njerit edhe pse ai ka për vetë në gjendje pasi na jemi në pshishëm të ty apo ja çpiu njer pasaj shit apo sa njëri ka shit sa mallin subhanallahu apo e ka shit, bëva kja shpin, ka ndodh njerëz apo çikat i kanë dhënë. Në moment kur kanë qenë të dehë, kur është shtëpi ka pa që ka mirë, po ka qenë vonë nga se kanë shkuar vetëm marrëveshjen dhe pranimin ato. Ai në një moment kur nuk e ka vetdijen me veti, nuk mirë parasysh çka do të del piti apo. Çka do të del piti nuk mirë parasysh apo. Don as çka shet, as çka jep, as çka blin, nuk mirë parasysh piti apo. Qase këtë rast ai nuk është i aftë për ta kryer këtë të marrëveshjes apo. Edhe ai që ka mundësi përmend te kjo që nuk është i aftë për bu marrëveshje, është edhe ai që është i imponuar. Do të kemi se njëri për të çit, një pikë kurseve tani që për mëshit është me kon çka? I lirë. Nuk është i lirë, nuk bën. Nuk bën me keq përdor zorrin e dikujt, nga sa ai që është në zar për çat mall e shet pe imponimin, pe dhunës e shet. Atëra, ai në këtë rast nuk është jam me marrëveshje, nuk pranon marrëveshje, sikur se me bën me fëmijë apo. Dhe sa të lirohet. Ku të lirohet, edhe vërtetot se ka zgjidhje të liraj për ta shitat mall, atëra pranon marrëveshje për tjetër. Këtu në përgjithësi 6 lloje që kemi mundësi nën to pastaj me fut në lloje të shumta të shqiptarëve të ndaluara në shariat, thash e kam preferuar prezidentin para juve në formë të kësaj ndarje. Nga se shumicën librave kom gjetë domon të ndarë në bazë të shqiptarës vet. Domon e ka filluar shqiptara ditën e xumë ose shqiptara për mashtrim, edhe është më e shkep. Ose në bazë kësaj forme që do thotë është prezantuar është më e kapshme edhe më e mirë për ju që ta kuptoni shqiptarën e ndaluar për këtë shkak. Do të thotë çdo shqiptarë që e ka këtë shkak është ndaluar. E përmendëm na apo nuk e? Nuk e përmendëm. E ditëm na këtë ditë kohë apo nuk e ditëm komo si mund të ardhmen, nëse përmban vetëm se mashtrim, ignorancë keq përdorim, dëmtim, e këto që ka cekom deri më tani, këto të gjitha të bëjnë atë lloj të shpëlesë bëjnë të ndaluar, rrepsisht nuk bën besuar që të jetë pjesë e asaj marrëveshje që bëhet në këtë bazë. Me kaq që përndojmë pjesën e parë të këtij dersi, edhe po pushojmë pak, vazhdojmë pastaj me tjetër. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A vazhdojmë vazhdim. Morëm në pjesën e parë të ligjëratës lidhe me shqiptarët e ndaluara. Edhe pam se këto shqiptarë të ndaluara kanë arsyeën e shkakun pse janë të tilla. Tash i përvrenin dal nga dal, kena filluar pas pari nga definimi i shqiptarës. Pastaj nga marrëveshja. Pastaj nga ato kurse e marrëveshjes. Pastaj ato që ka mundësi me prish marrëveshjen. Se marrëveshja e prish të qenë të shqiptarës haram. Apo nuk ka mundësi mu kontraktuar një marrëveshje me dy palëve, nëse esenca e shqiptarës është e ndaluar. Apo tash do jemi në fazat e para të lidhjes së marrëveshjes. Duhet këtë mi pastru, çka bën, çka s'bën eksmorat, që në fund kur del marrëveshja halal, atë çfarë do të jetë marrëveshja, është e pranuar edhe shqiptari është në rregull.
na kemi përmend kushtet e shitblerjes, ju kujtohet, apo. Do kushtet e shitblerjes. Edhe kemi thonë çfarë janë të kushte? Ndana në 3 grupe. 2 palët, madhe që shkëmbehet, edhe forma. Mos i harroni këto të tilla. Këto janë kushtet, këto janë shtyllat me të cilat ndërtohet shitblerja. Edhe sa dola me verifiku një shitblerje, një marrëveshje shitblerje, a është valide, a është në rregull, a është legjitime, a është e pranuar shëndetësisht, duhet me shiku veçanërisht ndamas, se në shtyll, a është në rregull, e man këtë marrëveshje apo jo. Shikojmë të 2 palët me kushte veta, a janë. Shikojmë të mallet që shkëmbehet, edhe shikojmë tek forma. Nëse të tjetën të pasa në rregull, detektohet se nuk ka ndonjë defekt, atëherë marrëveshja në rregull. Mi po, për shkak se ka mundësi më u përvjedh ndonjë defekt, ndonjë ndalume, ndonjë keq përdrim në njërin prej këtyre shtyllave, atëherë në varësi se ku përvjedhet ky defekt, edhe shkakton problemet e veta. E bën ndalume komplet shitblerjen, ose e bën ndalume pjesërisht, ose e shpall pavlefshme pjesërisht, ose e shpall pavlefshme komplet e kështu me radhë, varësisht se ku ka rrok virusi i asaj që është ndaluar. Kjo është komplet shitblerja e Islamit. Me çdo ndërtohet apo. Shikohet në 2 palët, shikohet çka shkëmbet, shikohet edhe në formën se çish po shkëmbet. Dorë në dorë, ma vonë, do keq ka bën me ofertën edhe me pranimin apo. Tash ata 2 kontraktues apo, do mos i kanë qarta këto punë. Në shariat dietarët i kanë përmendur edhe disa çështje që kanë bënë me kushtet jo të shitblerjes apo, po kushtet në marrëveshje, kushtet në shitblerje apo. Jo don kushtet e shitblerjes, i po gjatë shitblerjes njëra për 2 palëve kurzon diçka apo. A ka drejt me kurzu çkënira apo nuk ka drejt me kurzu apo. Nuk kur bën marrëveshje me vetë, por dikush kurzon. Apo ai të thotë jo s'kitet me kurzu ti kështu apo. E të çdo me mësuar. A kena të me kurzu gjatë marrëveshjes me dikon apo duhet me shit çështë është apo në formë pa kurzime, pa dëshira shtojës ekstra qoftë blesit ose qoftë shit që është tema që do të flas bashkë apo. Kurzimet në shitblerje, në dallimin mes kushtet e shitblerjes edhe kushtimet në shitblerje. Dallim ka apo? Ja duke vol për kushtëzimet në shitblerje apo. Don kurzimet në shitblerje janë 2 lloje. Të pranuara edhe të papranuara. Sahia ka do të jetë sahi, ka do që nuk janë sahi. Nuk pranohet. Ai ka mundësi me kurzu 100 kushte, s'pranohet për tij apo. Nuk pranohet për tij ai ai kurzim. Andaj dietar duke pas parasysh se don akt si marrëveshja, don ka mundësi që ganë përmes ndonjë kurse këtu me i sjell dobi shticit pa dëmtu blersin, ose ka ndonjë kusht me i sjell dobi blersit pa dëmtu shticin, sprish punë që ky kusht të vendohet paraprakisht don gjatë kohës së marrëveshjes. Kjo është e para. E dyta që duhet ta dimë është se këto kushte, edhe ato që vlen, po flas, edhe ato që vlen janë përse vetëm ato që bën gjatë procedurës së marrëveshjes ato. Zguzojmë kom përpara as përmas, nuk vlen. Për shembull, unë du me bleni mall për dikujna. Apo edhe ai ka thonë unë pesha si të mall. Do ende në fazën negociata apo. Ende nuk është bë oferta për ti, as nuk është bë pranim për më. Unë vetëm të thon, unë nëse e blen në një herë në telefon, çu të më blenë me çdo kushte. Apo edhe tash ti qillën me një që të më shit telefon. Apo edhe kur të blej telefonin betina, unë ato kushte përpara si përmeni mua apo. Apo mëresh. Edhe kur të blej telefonin i them jo ka dal, se sipas ato që kum thon. Do themi se ato që këto përpara fshihet apo. Më rëndësishme është gjatë apo çfarë po thon. Duhet të kemi parasysh këtë apo. Se kurzimet gjatë shitblerjes, kurzimet në shitblerje janë valide, edhe vlen vetëm atëherë kur bën gjatë kohës së marrëveshjes. Nëse janë përpara ose janë përmas, nuk vlen ato. Kjo është duhet na ta dimë. E tash të kalojmë tek ndarja, sigurisht e bënëm paraprakisht. Do të thotë kemi kurzime në shitblerje të pranuara, edhe kemi kurzime në shitblerje të papranuara, që nuk pranohen ato. Kur është një kusht i pranuar? Çfarë di kështu? Është 2 lloja. E para, kurzimi që vlen, është i pranuar, nuk prish punë. I lloji i parë është kur ai kurzim i shërben shitësit apo. Nuk i shërben blersit kurrë. I pas nuk e dëmton. I shërben shitësit apo. Ai ka dhënë me kurzu. Për shembull, thot,
Zakonisht kjo shkon tek shqiplera për me kiste, ose me diçka që paguhet më vonë me borxh. Apo ai thot shitsi për shembull, për me qenë më i sigurum se ja kthen borxhin, don me siguru këtë marrëveshje me të sigurime ekstra anësore që me forcu marrëveshjen më tepër. Ka drejt. Për shembull, thot unë po ta dhoj ty çet telefon ose po ta dhoj çet kart ty. Për 5000 euro më bën mas një javë apo. Mirë po për shembull, duhet që ti sot më bësh parat me malon peng mu çet telefon. Unë e moj apo. Ai zguzem me shit mallin, nuk është dina apo me po e mos. Si lloj garance sa i kam ja për parat apo. Ka dëmton kjo blersin? Jo, se dëmton kjo kurrë. Sa ti kthehet malli apo të mirë, por shit që don diçka ekstra që më siguru veç, unë do më siguru. A ka den seriat me kurzu si kurzi? Ka drejt. Pse? Se kjo domon i shërben pozitivisht, i ndihmon shitsit edhe nuk e dëmton blersin. Ose, sikur thash, don me pas lloj vërtetimi i tillë përmes mallit caktuar apo që ja merr, ose përmes dorzanit. Unë ta lloj këtë mall, jo bëj më një dorzan. Apo që garanton për ty. Dikush që garanton për ty apo. Edhe e sillet atë që ky garanton për mua, që ky kusht është ekstra. Apo ky nuk është kusht i marrëveshjes apo. Mi po nëse bler, nëse shitsi e kurzon edhe e kërkon, nuk ka drejt blersi më refuzuar. Mi po e ka këtë drejt nga se ke i shërben shitsit edhe kjo e bën me kone më i sigurt. Se me të vërtet filoni do të ma kthen mallin tam në kohën e duhur. Ose do të më kthen pasurinë kohën e duhur kështu më radh. Do kjo është kurzimi i parë i lejuar kur kurzimi në shitblerje buron pe kujna prej shitsit apo. Andaj sfish punë. Tash me kush që nuk e dëmton blersin. Kjo është kushti. S'ka dëmtim. Këtë na marr vesh atë. Kurzimi i dytë sahi që është ai që buron pe blersit tash. Nuk e dëmton shitsin, mirë po e rahaton edhe i lehtëson blersit blerën e atij malli. Sigurisht se për shembull është me kurzu, po ta blej çet mall, me pagu për 5 muaj. Kjo 5 muaj nuk ka pjesë marrësh, nuk ka domosdoshmë me kon. I pa e kurzon, pse për to është ma e lehtë apo. Ose për shembull më thonë që po të do disa parë sot, do të do nesër e kështu me radhë, do në forma të caktuara që kurzon blersi e përmes të cilave i lehtëson vetes kon pagimin e mallit që ai e ka bler. Edhe kjo sprish puna. Është halal e lejuar apo. Nëse thotë dikush apo po ta apo më shaqit mall apo po ti do parat nesër. Zonë që është haram. Qysh po kurzon kështu apo? Jo, kësi kurzimin kam dhe me baba. Unë çit mall ta blej me çit kusht. S'ma shëndet me çit kusht ta blej. Po kësi kurzimi është i lejuar. Ka sot në hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo që do ta mësojmë të kushtet jo valide. Të kushtet që pa pranuar që janë, atëra aty vlen e hadith, jo gjithkund. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil walau kana 100 shart." Çdo kusht që nuk është librin e Allahut azza wa jall është i papranuar, qoftë në 100 kushte. E nëse unë i them dikujt për shembull apo që të marr dhema me pagunesën, a ka argument Kur'an dikun që për çit fjalë? S'ka aftë. E dikush thotë, "Ja, ky kusht është i papranuar se është libri i Allahut." Jo them apo se ky kusht është libri i Allahut. Apo se Allahu xhallahu ka leju me pas dorzan, ka leju me pas garancion, ka leju me pas andaj këto kurzime apo që i përdor blersi ose i përdor shitsi për t'ia lecu një rapal vetes vet apo në mënyrën e përfitimit, këto nuk ka diçka të keqe, nuk ka diçka të keqe tonë, nëse bëhet marrëveshja në bazë të kësaj, atë e ka për obligim pala që ka pranuar mi për mbajtje sa. Për shembull, nëse kom pranuar dhe them, unë e blej çka do qoftë në një mall, po e blej për shembull me kush më pagu për një javë. Apo edhe ai thotë u bë. Nuk ka të marr nesër, as mas nesër, më vallam dul punë. Vallam tash kom po duhet. Ki parë, ki bars, s'ki dhe mja cakat një të kyç se ke pranuar për një javë. Atë na ndodh që dikush për shembull blen diçka, në mënyrë se ai ka thonë që mos i gale. Allah, për një 2 vjet rahat jap. I vjen mas 5 muaj, valla çto parë më është kum premtu sa i mirë po. Ja, ke kurzu. Unë kum blej këto me kusht. Mos më kon që ky kusht, a e kishe blej? Jo. Andaj ti duhet më bëron kushtet, pse ka dhënë ti problem tjetër. Të kanë marrë bërtni ty nder, nuk bën më hak mirë mua. Apo? Të nuk bën kur ngushtohet ty puna, por unë e kap dikujt para bash për një vjet. Po çet ka ndodhur problem ty. Apo? Atëherë duhet më përvollohet, ti më shkutash përgjigj, më thonë që vallam të kumpallon për një vjet, po kthem për një muaj se
Sa i me di që për një muaj i kish marr, i kish me këty, ai çka si kish lip korrapta. Andaj që të muslimanët, el muslimuna ala shurutihim. Musliman edhe që i përmban kushteve që i kanë pranuar. I përmban marrëveshjeve. E të pranuar që sot, atëherë gjendo qoftë edhe ai, qoftë blerëse, qoftë shitja. Do thot e tham e pam rastin e parë kur zon shitsi, i pam edhe rastin kur zon blerësi. Blerësi kur zon për shkak të çmimin, formën e pagesës e kështu me radhë. Jo blerësi ka mundësi me kurzuar kanë edhe mallin. Për shembull, unë duam me ma pru për shembull një telefon Nokia. Për shembull, si shumë për hapë, në telefon Nokia, mirë po du që në bateri me shkut e Finlandës, apo. Nëse është e Kinës nuk ta blej. Ose nëse është Taiwan nuk ta blej. A ka të më kurzu kështu? Ka drejt. Ai problemi do malli vetë është. Apo ja bjen shitsi telefonin apo. Për mas shulmadi në Kina se blej, thot, po ne kum pagu. Ke pagu po që na marrë çështë? Ky kusht jam është kusht valid, i pranon shërtikisht. Duhesh me përmbajt, nuk e blen ndryshe. Andaj kësi kurzime, guzime ndodh. Edhe blerësi, nëse kurzon kështu, shitsi nuk guzon me diskutu kushtin e tij, edhe nëse këtë rast shitsi dëmtohet, se ndodh nga njëra për shembull, mirën vesh. Edhe ai kurzon kështu apo. Edhe ai lyp pse gjon. Ja merr në zëvendësim, ose merr diçka njerëz, ha nëse e blena jam. Edhe kur shkon atë valla që i kit njëjtë, thotë era, njëjtë këtë me kon njëjtë. Pe një fabrikë s'du me ble. Thotë punim dëmtuan e kum ble mallin. Kush ka dhënë me ble atë? Kush ka dhënë me pru kët mall? Unë s'kam dhënë me pru kët mall. A është këtë rast muslimani pa moralshëm? A është këtë rast muslimani me iman dopt ju apo? Kjo s'ka lidhje me iman. E ke kurzu burr, se ke përmbajt kushtin, ti e bën për sipër. S'ka lidhje këtë imani. Zakonisht na përzi këto punë, vëllazëllok apo. E për atë s'ka këtë për të kërkujt. Apo. Të pëlqen malli, i ka plotsu kurrë që i ka kërku, e merr. Si ka plotsu, ja kthen afton, edhe zguxon zemrën e tij as sikaq më ndodh me të rrejt ti për këtë punë apo. Pse? Se ti fillim me ke kurzu. Edhe e kundërta. Për shembull, ai shitsi kur do me ble, do me shit faktikisht mallin. Thot unë po tash është madh, vëllai po më hallall ato. Ju që s'po të besoj, po vëlla dur me malon që telefon që të garanc. Helbet, s'mi pagun boshën, unë tash as telefonin apo më na javës. Apo, bon 7 ditë se punën parë apo. Edhe ti ran, unë më dëshit, mama, a bën rahmet ky shitsi. Nga çefi ti, me dhona vat kjo punë e tij është apo. Me bën si ashet, mas 2 sekonda kur kalon afati apo, kjo s'është gjëna çor. Marrëveshje është kjo. Që kjo është Islami vëllazë apo. Jo ndërtojmë na marrëveshje vëllazëllak, e pastaj kur ndon me ndodh keq, pastaj bim gjëna më të madh se më pa fal, se më pa vjell. Apo. Në përgojime, e shpifje, në bartë e fjalëve e kështu me radhë. Jo, dhe na qartë apo. Jemi qartë. Që ta Allahu subhanahu wa taala kur ka përmend çështën e kërkimit lejes për me hin shtëpi dikujt. Kur kërkoni 3 herë leje, fa idha qila lakum irji'u farji'u dhalika azka lakum. Allahu ka thënë thuhet juve, kthehuni, se kjo është më e pastër për ju apo. Çfarë pastërtia dikush po të përzemë shtëpisë tonë? Ha? Për shtëpisë tina, s'po pranoj. Allah po të kjo është më e pastër. Pse më e pastër? Për çfarë arsye? Nga se ai më të papranu, s'kish më të pranu me çihre të mira. E para. Edhe se fallë bën çihre, si dish për shtëpisë thot, subhanallahu çukini apo sa vakt më mur, e hub se vapën. Andaj aty ku bëhet sapi, s'ka bereqet. Ai zjerrat nuk jap fryte. S'ka pastërti. Pjati zjerit nuk prodhon vëllazëllok. Pjati zjerit nuk prodhohet dashuria. Apo kupton? Prodhon urrëtia. Apo edhe ai që ka shkuar që ka ardhur. Mi po kurdoj ku të lëm, nuk ka mundësi me të prit apo. E kam këtë punë, atë rregull kjo punë. Mi po edhe kjo kanë mesatar normalisht aty. Jo për njëri apo do të më konë sens, njëri që pranon mos avë, dal mos avë. Kjo është esenca. Do të se ndodh diçka ekstra, atë kjo do të më konë në rregull. Edhe ndërthon e kësaj apo. Do ju më keq përdor kushtin. Njëri për shembull apo është i gatshëm me pagu. Mi po i ka ndodh, për shembull ka thonë po ta blej këtë telefon, edhe ta paguaj për 7 ditë. Ai thotë lema për që diçka apo si garancë se ti e pagun për 7 ditë. Apo atëra aty i bën akia më udhëtu mas 4 ditë diku ato. Edhe thimë më thotë, "O vëllam, unë ta paguaj që më to rrugës, mos më shit mallën se po vjen ai mall, ta paguaj." Nuk bën me kaq përdor apo. Ja tash ti në them ti, do të më prit ato. Këtë rast po, është mesatar, jo keq përdorim. Mi pa kur fal, s'ka kur fal shese po pagun. Nuk ka kur garancë po pagun.
atëherë ti nuk je obliguar me e prit atë. Nëse e pret, është mirësi jote atë Allahu s'problem. Edhe të pret Allahu ty për pendim. Nëse ti janë i vllaut, Allahu ta shëron ty. Këtu ke dy vepra të mira në rregull, mirë po nuk bën se dikush nuk e përdor kët, më akuzon imanin vetëm. Që çamboni, që apo vllau ta lëshon kështu, ta bën kështu, jo vëllai. Tregtia që në dynja nuk bën me përzi imanin atë. Tregti do të më bëj me dur, jo me zemër atë. Zemra, me zemër duhem, me zemër ndihmom, me zemër adhurim Allahun xhalla wala, me zemër të gjerë nuk bëhet. Nuk bën me fut zemrën në tregti. Nga se nëse dëmtohet zemra e tregti, nuk ndrejt me kurrë më mos tani atë. Edhe kjo është vërtetu. Ata vllazni që janë fërku për dynjaja me zemrat e veta, hala e kësaj dite nuk kanë mundësi mu këndell për asaj prishje që prish ato. Fatkeqësisht ato. Kjo është dëshmuar ato. Mi po sahabët e pejgamberit e kanë dashur pejgamberin sa ndërtim kon çorlla. Xhabiri apo sa ka dashur pejgamberin sa. Don smurt me diskutuar ti dashurin ndaj tij ato. E më ka ardhur puna apo me devës, ka një Rasulullah, tash as devën me një kusht. E tash do të vjen kushti, çfarë kushti ka pasur? Tash as me kusht. A me blen që është po, u bo blej atë. Kjo është lloji i parë i kurzimit apo. Don kurzimi i cili ka të bëj me esencën e marrëveshjes apo. Në esencë marrëveshjes do ka të bëj është lidh me ai kurzim, më thon ndryshe apo me formën tjetër. Ai kurzim pe ti rrjedh interes në marrëveshje apo. Interes marrëveshje. E pastaj në marrëveshje dy palë, edhe shitsi dhe blersi. Pastaj ai interes a derdhet ka shitsi apo derdhet ka blersi, kjo punë tjetër është apo. Tham ka mundsi mu derdh ka shitsi, ka mundsi mu derdhet ka blersi, kjo tjetër problem është apo. Kryesori është se ky kusht është i vendosur në interes të marrëveshjes apo. Kjo është e para apo. E dyta, pe kushteve don që lejohet kurzimi në shitje, është kur ky kurzim kthehet në përfitimin në mallin që shkëmbehet apo. E para tham marrëveshje, e dyta kthehet në shkëmbimin e mallit që në përfitimin prej mallit që shkëmbehet apo. Për shembull, hadithi i Xhabirit radhiyallahu anhu. Pejgamberi sa ka kërkuar për Xhabir me ashit devën. Ka pranuar me ashit devën me kusht që më shfrytzu devën deri në Medinë apo. Ka kurzu shitsi. Thot unë, sikur thash portës për libër. Unë ta lej përdorimin e. Unë po ta shes këtë libër, kaq bën. Mi pagu parën në dorë. Thotë bo, e pranova. Që 10 euro. Thotë mi po ta shes me kusht që unë një herë me lexu këtë libër komplet. Pa si ka shku. Jo më thonë e lexuaj me mua ndrat 2 vjet. Në më kon gjësani njohur. Kemi thonë desne po. Do të thonë me qenë gjësani i njohur. Do thotë po ta shes këtë mall, mi po me kusht që derisa ta lexoj për 10 ditë ta kthej ashtu. Të dhe mund. A guxon shitsi me kurzu kështu? Guxon. Këtu interesi është interesi është i zbritur jo në marrëveshje, po është i zbritur në mallin që shkëmbet atë. Po s'ka lidhje me marrëveshje. As po kërkon dorzan, as po kërkon domthon garancion, kurrë. Apo e as blersi nuk po kurzon me pagu me kisa, as me vonë, as me bosh. Ja. Marrëveshja është në rregull. Mirë po, problemi është ku? Kurzimi është tek malli që shkëmbet atë. Do të sikurse në këtë rast për punën e devës që kanë qenë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me hadithin e Xhabirit radhiyallahu anhu. Në këtë rast do mund të bëj krahasime me hadithin e Xhabirit radhiyallahu ta'ala anhu, edhe në kohën tonë të përditshme, për shembull dikush e blen një kerr, apo edhe kurzon, po ta shas këtë kerr me kurrë që më përdor dhe s'është këtë shtëpia. Apo e ka shit kerr tash ki më mçu deri në shtëpi. A ka drejt me kurzu shitse, për shembull, si kushti ka drejt? Ka drejt me kurzu si kushte. Andaj tham, kushtet që lejohet të përdoren gjatë marrëveshjes janë dy lloje. Kurzime në shitblerje që interesi dhe përfitimi i tyre kthehet në esencën e marrëveshjes, e këtu burojnë edhe për shitsit, edhe për blersit, e pa në çfarë forma, edhe kurzime në shitblerje që interesi dhe përfitimi i tyre kthehet ku? Në mallin që shkëmbehet atë. Do në këtë rast devja që ka qenë kone pejgamberi ose kerri ose telefoni ose shtëpia. Për shembull, po ta shes shtëpinë me kusht që me kalu dimni atë. S'kam ku shkoj. Ban. Kalë dimni. Kur kalon dimni për ty, që ditë kalon dimni për mua. Po bo. Edhe bën marrëveshën, çfarë ditë kur s'ka dhënë afati, i thotë që shtëpia është e jamja. Apo anë këto le kurzimesh lejohen shariat nuk prish punën.
Sa të në kurzime, sa nuk lejon. Ai kurzon mi po s'ka del me kurzuar, sot nuk pranon të kurzim për tjetër. Është i papranum. Nuk guxon me ja kurzu, është ndaluar. Edhe në këtë pjesë të këtyre kurzimeve të ndaluara i kemi dy lloj kurzime. Kurzime të cilat e anulojnë marrëveshjen rrëndësisht, nuk e lënë me vazhdu. E shpallin në automatikisht shpallin të pavlefshme, edhe kushtet sa të nësejnë të pavlefshme, mirë po nuk e zhvlerësojnë marrëveshjen. Ai kuptuat? Do të pa koncentrojmë apo. Domethënë kushte, kurzime, të cilat e anulojnë marrëveshjen pejn start, në rrenë. On komplet rënohet marrëveshja. S'ka marrëveshje hiç. Për shkak të atyre kurzimeve, edhe kurzime të cilat nuk e rënojnë marrëveshjen, mirë po e rënojnë vetë kushtin. Çaj kusht hiqet, sigurisht largohet, është i papranum, nëse marrëveshja vazhdon atë. Në dy lloj kurzime apo tek kurzimet e ndaluara që nuk janë të lejuara. E para që e rënon komplet është kurzimi i marrëveshje. Kurzimi i një marrëveshje në marrëveshjen esenciale. Për shembull, dikush do më bleni kerr. Apo edhe thot, po të shashit kerr me kusht që më mashit telefonin që ka qapa. Ky kusht është batil. Ky kusht e prish edhe telefonin edhe kerrin atë. Në sens nuk bën marrësh apo. A kuptuat? Nëse më i vazhdot i themi prish në aktin. Ktheja kerrin, ktheja parat apo. Duhet më anulu. Në pse kjo formë e kurzimit thash e anulon marrëveshjen pejn start, e shpall të pavlefshëm, nuk lejohet atë. Nuk bën ndonjëherë me përfitu për marrëveshjes përfitim tjetër atë, me kurzu. Nëse një marrëveshje e bën që duhet, pastaj vazhdon me marrëveshje e tjera, kjo është ajo çka duhet të bëhet atë. Andaj do të më kurzu dikujt për shembull, unë po ta shes ty qita ose po ta bëj kështu ekstremat që ti të më bëj kështu, kjo është e ndaluar rrepsisht atë. Edhe kjo lloj i marrëveshjes do të pejn start është i pavlefshëm. Sigurisht se është edhe puna tek borxhi, por nuk guxon dikush më dhon borxh dikujt me kursi me përfitu dikun tjetër. Pra dikush vjen me të marr borxh 1000 euro, 2000 euro, 500 euro kështu me radhë, dhe çka ti i thosh, po të dhon 1000 euro borxh me kursi që telefon të mashin, se nuk ka dikë telefonat 50 euro atë. Ne ke di pse atë. Don, atë mashin që telefon 50 euro. A kuptuat? Nuk bën. Nëse thot pejgamberi sallallahu kullu daynin jarra manfa'an fa huwa riba. Çdo borxh i cili sjell me përfitim ansore është kamat. Dikur thonë që kamata është më shtu. Ja, edhe përfitimi i borxhit është kamata. Edhe nuk bën është ndaluar. Çdo përfitim ose dikush që ka borxh 5000 euro, apo edhe ta bën një Mercedes që kushton 10000 euro. Apo edhe thot që Mercedesin po tallo për sa të borxh, themi se është ndaluar. Ja marr. Po duhet më thonë me shkoshite, sa të bën 5000 bën, mi bën më parë atë. Mi me kaq përdor, borxhin që aki dikujt për më marr diçka më shtatë që bën, nuk është e lejuar, nuk bën. Nëse ti ke përfituar borxh, e ke kthy borxhin tën, edhe për një borxh ke përfituar diçka tjetër. Ai përfitimi nuk është domosdoshmë me kon i llojit të borxhit. Para çka? Mi po komo të më kon edhe anso çka të dhurat, hedije që vjen me borxhit është ndaluar. Mi po kurrimi tek borxhi është ndaluar nëse ti e kurzon ose ti jap isharat, nëse ai vetë ti u tep, vetës ti bën e pranuar. Për shembull dikush tu ka gjin kur e kon krizë, i ka pas punë të keq, ti ka 2000 euro, apo e kon ta kap në telefon. Ha, e kon në krizë për shembull, ti ka 2000 euro, e ti ku të thotë tu shjellëm 2000 euro, e çeshi parfyme që e di e pimë që më ke gjin Allahu s'problem. Bën më. Spish pun pse? Se ti nëse nuk e ke kurzu, e atë nëse nuk e ke lyp, as kap isharat, as nuk e kap me këtë qëllim atë. Kjo lejohet. Mirë, po dikush për shembull i ka parë më jap dikujt bash. Apo ka parë, se ka problem jap dikujt bash parë. Edhe vjen dikush i jep 2000 euro ti, s'ka më, bëm Allah, s'ka më. Vjen tjetri që ky e din, që nëse taj komë shku me blet diçka ose ka punë me ta, e këtij jap 2000 euro, ti më haram e kimi jap këtij atë. Pse? Se ti e ke me qëllim caktuar, ti si ke bësh minimum. Andaj borxhi në Islam është çka është? Është në baza humanitare komplet, veç ndihmë të insonit. S'ka me fitu piti apo. Nuk bën me keq përdor hallin e dikujt e me fitu dikun tjetër. Çka është Islami me asnjë. Nuk bën me borxhi është i ndodhur komplet në baza njerëzore. Baza don të rahmetit. I niman, ki minimu do me mshiru dikan, e mshiran që me mshiru ty Allahu xhalla xhelalu. Mirë me fitu anash e përpjet e të poshtë në emër të borxhit, kjo është e ndaluar. Andaj të kthehemi tek tema jon, thonë që
të kurzohet një lloj kushti i tillë, ky është shpall marrëveshjen të pavlefshme komplet pe në start apo. Edhe kurzimi i dytë do të thotë i cili është i natyrës thash që e anulon kushtin, mi po nuk e anulon marrëveshjen, është kushti të cilën do të thotë ja kurzon blerësi shitësit e që ka të bëjë me shfrytëzimin e mallit apo. Për shembull, thotë, po ta shes, sa më shitë në telefon apo. Po ta shes telefon me kusht që mos më thirrë jashtë kur me ta apo. Çfarë vërtetë në mallin tënd apo? A ja kurzon? Ky kusht ton ja blen telefonin edhe thirr për jashtë, tu se ti si del makinë këtë kusht apo. Apo? Asi ky kusht është i papranuar. Ky kusht, për shembull, që e ka kurzuar blerësi, që ja ka kurzuar shitësi blerësit apo. Që ka të bëjë me përdorimin e mallit, s'ka të më bëj këtë. Pse? Se e cenon të drejtën e blerësit për shfrytëzim. E si të cenohet e drejta e blerësit për shfrytëzim, automatikisht ai shart bjen. Është i pavlefshëm, s'ka të më kurzuar këtë. Andaj Berira radiallahu anha, hadithin Bukharit, kush ke Berira? Shëptori e Aishës, që ka qenë robresht të Nifis. Aisha ka dorë shumë, ka dorë më po për veti. Ata i kanë thonë Berires, kur ai ka bëu ofertë, ka thonë, une për e ofroj vetën tem për me ble për juve me që ka shpara. Ata kanë thonë, na të lejojmë ty këtë bunë me këtë kush që ti tjetë mbetesh për shembull në shërbim tonë. E kanë kurzuar. Atër kur Berire ka pranuar se s'ka ditë, apo pejgamberi sa ka thonë hadith që ka thënë. Kullu shartin leysa fi kitabillahi fa huwa batilun walau kana 100 shart. Çdo kusht i cili nuk është librin e Allahut azza xal është i papranuar, qoftë në 100 kushte. Ai mund të jetë 100 kushte, du kështu ato kushte në tina. Nuk pranon ato kushte. Me rëndësi që esenca e shpirtit të mësh me kon valida. Pse? Sa ai kur të akuzon këtë kusht apo e dëmton palën apo. E ti ku në ke përvil këtë kusht e dëmton ato? Jo. Se kthehet dëmtimi tek ai, për shembull ai ta kurzon ty. Për shkak se nëse nuk përvil kushti, dëmtohet ai, atë i përmbash kushtin. Atë i përmbash kushtin, normal është kjo punë. Mirë po. Ai ta kurzon një kusht, i cili për shembull sigurisht se ka shënë parë. Ta shet një kerr, edhe po të shet një kerr me kusht që mos më shku me to kur në Prishtinë. Çka dëmtohet ai se ky shkon në Prishtinë? Kurse veç zullum me babën. E zullumin duhet më anuluar. Zullumi do të themi që ti largohesh vetë marrëshja në kusht se vetë çu duhet më babën. Andaj këto janë format e kurzimeve, në çka tham në shitblerje. Kurzime të lejuara ndahen në dy grupe. Kurzime në shitblerje që interesi i saj kthehet në marrëveshje, njëra për këtyre palëve që kontraktojnë marrëveshje përfiton për kësaj, ose interesi i saj kthehet tek malli që shkëmbet atë. Të dy format, të dy llojet e kurzimit janë të lejuara. E para, edhe kurzimet e ndaluara janë ato kurzime të cilat do të thotë e dëmtojnë njërin nga të dy palët ose ja pamundsojnë atyre shfrytëzimin e mallit që ata shkëmbejnë. Andaj, nëse është e llojit parë, nëse ka dëmtim, sigurisht është do të thotë me i kurzu atij përfitim ekstra përfitimit të mallit që shkëmben, themi se kjo në esencë e rënon marrëveshjen, për shkak sigurisht se tha me ashtu diku një kerr me kusht që me talçu shpinë me qira që ka çfarë ose kështu me radhë, kjo është ndaluar, edhe në esencë e rënon shitblerën, marrëveshjen, edhe e dyta është do të thotë që marrëveshja e cila e dëmton palën shfrytëzuese, ku bler kushtici ja kurzon atij që mos e shfrytëzon në formën që ai do të shfrytëzoj. Po, ka dën këtë me kurzu veç me një rast apo. Këç përdimin e haramit apo. Thotë për shembull, unë po ta shes ty në mall, nëse ka mundësi më përdor edhe me halal dhe me haram. Apo, unë po ta shes ty edhe po e loj Allahun xhelal për xhes, apo për to që po them se nuk po ta shes me përdor haramin. E përdor haramin, unë s'kam për ezipër punë gazet ta ndaloj kët mall me përdor për haramin. Nëse e përdor ai, ti s'ki gjuna që i ke shit, edhe ai e ka thy kushtin atë. Këta s'kitet me kurzu. Po pse? Se ky kusht është libri i Allahut azza xhel. Mos u ndihmoni punë, mbrapshta punë gjunahe që. Andaj ti kitet me kurzu diku këtë kusht, edhe sa ai nuk i përmbahet kushtit, gjunahi atëre i mbetet atij. Kësura, kjo s'është
pjesë e kësaj tregtia apo kësaj teme, ajo që duhet ta dimë se nëse kurzon dikush kusht i cili e pamundson ose e kufizon të drejtën e shfrytzuesit në mallin që e ka poseduar përfundimisht, atëra ai kusht është i papranuar. Domethënë themi se kjo nuk pranohet edhe refuzohet, mbetet esenca mbetet marrësh në esencën edhe në bazën e saj. Që janë ato që kanë me kurzimet në shitblerje. Do të thotë kemi marr kushtet e shitblerjes edhe kurzimet në shitblerje, edhe kemi marr shitblerjet e ndaluara. Për sot ka qenë plan që të folet edhe për llojet e zgjedhjeve në shitblerje ato. Don ka të bëjë me zgjedhjet deri kur ka drejt njëri me zgjedh se apo e blen mallin ose apo e shet mallin apo. Don edhe a ka drejt njëri mas që ka pranuar me bleni mall ose me shit me hiq dorë me fjalës ti, nëse ka drejt kur e ka drejt, për shkak se është temë e gjatë, edhe është temë veti, nuk kam qejf që më marr tash një pjesë e më lënë një pjesë tek për javën e ardhshme, nga se ka mundësi që të ketë shkëputur mendime, pa përfundojmë me kaq për sot. Nuk e lut Allahun xhella wala që të na mëson që ta njohim të vërtetën sikur se duhet dhe ta ndjekim atë, dhe të na mëson Allahu xhella wala që ta njohim të pavërtetën e të kotën dhe ta refuzojmë atë, dhe të na mëson Allahu xhella wala që të kemi vazhdimisht fitim halal, ushqim halal, edhe raportet mira me Allahun xhalla wala në mes vetë. Me kaq e përfundojmë. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam.